Për 3 ditë me radhë, studentë të gjeografisë në Universitetin Luiç Gurakushi Shkodër, ata të arteve dhe dizajnit të Universitetit Polis Tiranë, si dhe studentët e Universitetit të Mitrovicës së Kosovës, do të punojnë së bashku në Shkodër për të eksploruar trashëgiminë kulturore dhe historike dhe për ta konceptuar atë në projekt ide në funksion të zhvillimit të turizmit. Këto i bëhen prezente pushtetit vendor në kuadër të planit për zhvillim të qëndrueshmërisë së rajonit të Shkodrës. Një bashkëpunim ndëruniversitar, por jo vetëm, një trinom shumë i rëndësishëm midis universitetit, biznesit dhe qeverisë lokale. Një qytet i cili ka në zemrën e tij një universitet është një qytet me një vlerë dhe me një pasuri shumë të madhe. Pasi mbart në vetvete pikësparë rinin, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mbart mendimin, mbart kërkimin shkencor, mbart çdo gjë që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, social, kulturor të një vendi. Do punoj në grupe ndërdisiplinore dhe ndëruniversitare për të dalë me propozime se si Shkodra mund të kthehet në një rajon më atraktiv për turistët, investitorët e huaj e me radhë. Turizmi luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë mes, po ne e njohim problematikën edhe të nevojës për të mbajtur dhe popullsinë lokale këtu. Jo vetëm për të tërhequr të huaj, po për të mbajtur edhe vendorët që të shikojnë oportunitetet, shikojnë mundësi investimi, mundësi punësimi edhe mundësi për një standard jetese më të mirë. Ky projekt 3 ditor në Shkodër, si rezultat i bashkëpunimit të 3 universiteteve, nisi me prezantimin e platformës së punës që do të realizohet nga secili grup studentësh në bashkëpunim me pedagogët përkatës. Ata do dalin në terren si në ambiente të ndryshme brenda qytetit të Shkodrës, ashtu edhe jashtë tij për t'u njohur më nga afër me mundësitë ekzistuese për zhvillimin e turizmit dhe për t'i përfshirë ato në projektet vendore.